Në historinë e artë të futbollit të Korçës ka emra që mbeten të paharuar jo vetëm për talentin në fushë, por edhe për karakterin dhe lidhjen e fortë me qytetin. Një prej tyre është padyshim Dimitraj Xhambazi, i cili sot feston 74 vjetorin e lindjes. I lindur në vitin 1952 në Korçë, Xhambazi u lidh me futbollin që në moshë të vogël duke u dalluar shpejt për aftësitë teknike, për kushtimin dhe seriozitetin në stërvitje. Pas paraqitjeve të shkëlqyera me ekipet e moshave, ai u bë pjesë e ekipit të parë të Skënderbeut, ku për më shumë se një dekadë u kthye në një nga lojtarët më të rëndësishëm dhe më të besueshëm të skuadrës. Në fushën e lojës, Xhambazi u shqua për goditjet e forta dhe të sakta nga distanca, ekzekutime cilësore të goditjeve standarde dhe për instiktin e fortë të golit. Ai ishte shpesh protagonist në ndeshje të rëndësishme, duke dhuruar emocione dhe krenari për tifozët korçar në stadiumet e vendit. Në vitin 1982, në moshën 30 vjeçare, vendosi të tërhiqej nga futbolli aktiv, duke mbyllur një karrierë të pasur me kontribut, sakrificë dhe dashuri për fanelën bardhekuqe, por edhe për qytetin. Edhe pas përfundimit të karrierës sportive, Dimitraj Xhambazi ka mbetur një figurë e respektuar në komunitetin sportiv dhe qytetar. Ai vazhdon të ruaj lidhjen me jetën sportive dhe mediatike, duke qenë një mik i afërt dhe bashkëpunëtor i RTS Korçës, ku shpesh ndan kujtime, analiza nga përvoja dhe vitet e tij në futboll. Sot emri Dimitraj Xhambazit përmendet me respekt dhe nostalgji, si simbol i pasionit për kushtimit dhe krenarisë së futbollit korçar. Gëzuar ditëlindjen Dimitraj Xhambazi.